Mirëmbrëma të gjithëve të dashur miq dhe mirë se erdhët në emisionin më të përfolur nga Bora dhe Shiu, parashikimi modit për sot, se jemi racë e fortë, racë a? Racë sheflio, la, që është këmë... E fillojmë të dashur miq sot me një njoftim për gjithë ata shqiptarë që janë trem nga këto stui diellore që do shkatrojnë tokën. As i gjo s'ka për ndodhëlla. As i gjo. Edhe sigur shpërthej dielli nuk i gjej gjo shqiptarët e vlla, për hikë që është e muhabet. Maksimumi që mund ndodhi, do karikohet celulari për 2 sekonda. Kaq. Kthehemi të dashur miq tek moti i javës që shkoi, i cili ka qenë vetëm shi, bum shakawa. Ndërkohë që pritet të vijë një rrymë e ftohtë nga Siberia, e cila do afrohet në Ballkan, nga Ballkani në Tropoj, nga Tropoja në Shkodër, nga Shkodra në Shijak, nga Shijaku tek pallati Hot Marsila, vushëm ka me drita. Nga pallati Marsildës do vike bulevardi Dëshmorët e Kombit. Nga aty do mblidhet ke kryeministria, do nxjihet, do fryhet dhe më pas do shpërthehet gjitha ke presidenca. Ndërkohë për javën që vjen të dashur miq, lajmet janë shumë të mira. Temperaturat do ngrihen dhe shis do ketë më. Normale la s'kan lek rob do ketë shi, ç'është e muhabet. Për gjithë ata që duan plazhin të bëjnë gati çadrat e plazhit dhe çorapet e leshit. Ndërkohë që në zonën perëndimore të vendit ka filluar plazhi, në zonën lindore vazhdon akoma bora. Sipas sinoptikanëve tanë njoftohet se në Puk, nga që ka rënë shumë borë, njerëzit shifen nga këtu e lartë. Në Rëshen, njerëzit shifen nga këtu e lartë. Në Bulqiz, njerëzit shifen nga këtu e lartë. Ndërsa në Kukës, as kush s'ka para skënd. E vazhdojmë parashikimin e motit me një lajm të çuditshëm. Kemi mësuar sipas burimeve tona të sinoptikanëve tanë që lumi i shkumbin është ndarë me gruan e tij krabën. Sipas sinoptikanëve, shkumbini mësohet të ketë thënë: kur si hapa unë tunel krabës, si hapi qeveria, jolla. Dhe më lejoni të dashur miq ta mbyll këtë emision duke bërë një përshëndetje pas 60 vjetësh për stafin që realizon emisionin Tim Legend, duke filluar nga Unisuf Metalla e duke vazhduar me sinoptikanët tanë Bora Borava, Gjevdet Erziu, Erdet Ermali, Vera Përcëllima, Guri Shkëmbi, Damla Damlaja e kështu me radhë. Faleminderit. Dhe tani, si që nisëm bashkë, ta mbyllim bashkë. Nga Unisuf Metalla, natën e mirë, ju rëzot inshallah.